Pse duhet të konsumoni gjithmonë mjaltë në mëngjes? Ja përfitimet. Mjalti është produkti më i shëndetshëm që mund të konsumoni në mëngjeset tuaja. Ne ju këshillojmë ta konsumoni sepse përveç se është i shëndetshëm, është edhe shumë i shijshëm. Një lugë me mjaltë përmban 64 kalori, nuk ka përmbajtje të kolesterolit, yndyrës dhe sodiumit. Në këtë video do ju tregojmë disa nga përfitimet e tij. Ai ndihmon në paksimin e reaksioneve alergjike pasi ka në përmbajtje polen. Është i mirë kundër anemisë, qetëson kollitjen dhe preferohet shumë gjatë ftohjes. Ndihmon në mënyrë natyrale kur flini gjumë. Konsiderohet si antibiotik natyral dhe ndihmon kundër djegjeve të lëkurës. Ka përmbajtje të madhe të antioksidantëve dhe të kalciumit, prandaj ndihmon në përmirësimin e memorjes. Stimulon apetitin dhe lufton temperaturën, ndërsa konsiderohet një shërues natyral i lëkurës që mund të lehtësojë këto komplikacione dhe të reduktojë gjithashtu inflamimet e lëkurës suaj.